Në një ditë të bukur, një milingon e vogël gjetë një thërmi e buke. Ajo përpoq ta ngrinte, por ishte shumë e rëndë. Do dorëzohem, tha ajo me zë të lodhur. Ajo ul me mendoj pak. Pastaj buzëqeshi lehtë. Jo, do provoj përsëri. Ajo shtju dhe shtju, edhe pak, edhe pak. Milingonat e tjera e pan dhe filluan ta duar trokasin. Ti mundesh, mos u dorëzo. Milingona mori forcë dhe më në fund ja doli. Ajo ndje shumë e lumtur. Nga ky tregim në kuptojmë se duhet të mos dorëzohemi. Të provojmë përsëri dhe beso në veten tënde.